që janë përfituesit. Momenti që ne hyjmë atje, ne do na japin para. Përveç gjitha tjera. Dhe po ju jap dy shembuj. Në të gjitha këto vite, ne BE-ja na ka mbështetur me pak më shumë se 1 miliard euro në total, gjithë këto vite. Në momentin që hyjmë BE, ne do marrim më shumë se 1 miliard euro në vit. Po ju jap të dytën shembull bujqësinë. Në gjithë këto vite, nga BE-ja ne kemi marrë mbështetje për bujqësinë më pak se 200 milionë euro, gjithë këto vite. Në momentin që hyjmë në BE, ne marrim 300 milionë euro në vit. Dhe ju kujtohet, besoj, kur ra Covidi, gjithë ata që jetonin në Greqi, ose ata që kishin të afërm Greqi, thoshin Greku jep kaqe, Greku jep aqe, po ju pse s'jepni, Greku s'jep të asgjë, në fakt, ato jep të BE-ja. Sepse në atë familje, momentin kur ndodh diçka, një pandemi, një krizë, çfarëdo, një zjarr, vjen në lëvizje gjithë familja. Dhe hapet arka edhe shpërndahen lekët, ekstra. Pra duke hyrë në BE ne kemi një buxhet ekstra. Nuk jemi vetëm me buxhetin ton, nuk jemi vetëm me kredit që marrim, nuk jemi vetëm... Kështu që përshpejtohet gjithçka siç është përshpejtuar për vendet që kanë hyrë në BE. Kjo ishte fjala ime sot për BE-n. Tani, kam edhe një gjë të fundit. Dua ta them këtu me ju. Mbrëmë unë kam pasur një nga ditët më të këndshme të jetës time politike, sepse më kam ftuar për darkë një grup rreth 100 të rinj dhe të reja të FRPD-s. Dhe i thash, më ftuan për darkë shumë e mirë, i thash, e kuptoni sa mirë jetot në Vlorë që dhe ju që jeni në opozitë, që si sa mirë që jetoni. Po për te i shakas, duhet të them këtë. E para njerë i falenderoj për kurajon që në një moment caktuar dhe kaq të rëndësishëm si ky, pan pikërisht eksaktësisht atë gjën që them unë që duhet shohin gjithë sot. Ata nuk u bën socialist dje, mbase nuk bën asnjëherë socialist dhe nuk ka asnjë problem. Por dje ata erdhën dhe bashkë me Zyshën, Zamirën, thanë që ne duam ta investojmë votën tonë tek Partia Socialiste në 11 maj. Pra, i falenderoj për kurajon, shpresoj që këtë shembull ta marrin tjerë. E dyta, ju kërkoj ndjes unë atyre jo se bëra unë i faj në këtë rast, por sepse sot u bën objekt i një sulmi tipik të Knetës, se te Kneta, kur bën si buf, je qëndrestar. Kur në një moment dukesh njeri, je i lidhur me bandat dhe i shitur. Kështu që më vjen keq, por nuk ka asgjë në fakt për të ardhur keq. Atyre s'duhet ju vi keq, thjesht ata duhet të ndjejnë keqardhje për atë katandi të asaj force politike që lindi si forca e shpresës dhe sot është bërë llumi i Knetës. Dhe e treta, unë kam shumë rezerva për Partinë Socialiste të Vlorës. Ky nuk është sekret. E kam ndarë këtë gjë vazhdimisht me